në një takim, a duhet paguaj gjithmonë djali? Ja, absolutisht. Se do të paguaj djali, kusur ka djali. Si ka ndryshuar roli i femrës në përgjithësi, roli i gruas? Jo, gruaja ka dalë si për marse tash, nuk është si për mashkull. A se kuptoni ju? Se asnjë femër nuk punon sot në punë fizike. Të gjithë bën me botox, të gjithë bën pa punë, të gjithë munohen me kriju me grupe kriminale, të gjithë munohen me kriju aty leku, të gjithë nuk e di pse femra ka këtë lloj mentaliteti. Femra është nëna, është pak shumë përgjithësuese. Ja, përgjithësuese flas. Nuk po shikoj asnjë femër që të mendoj për familjen. Nuk po shikoj asnjë femër që të mendoj për fëmijë, që të lindin fëmijë. Femra është pjellore. Imagjinoti për të kriju familje, po kjo është jeta. Nuk është jeta. Gruaja nuk është vetëm për të lindur fëmijë. Jo, nuk po themi atje, por është drejta e saj. Është drejta e saj, sepse është drejta, e ka dhënë natyra, e ka dhënë Zoti ta tillë. Burri është ai që mund të jetë do punoj më tepër për familjen, gruaja është ai që ta administrojë familjen. Po nëse gruaja sjell më shumë para se sa burri në shtëpi. Asnjëherë s'ka po vaki. Nuk sjell gruaja para në shtëpi. Gruaja bën punë, lodh më shumë, po para nuk sjell më shumë. Ajo gruaj që sjell para më shumë në shtëpi do të thotë që ka një burr të pazot.